Ja ku e kam kuletën. Unë vetëm desha t'ju tregoj se sa kohë gratë e juaja nuk më kam shirë odën. Ai, pap, a për këtë në thira? Në vazhdim, i ftojmë vallëtarët e shkollës me vallën e tropojës. Përndër të kësaj date, në shkollën tonë është organizuar gara sportive në volejboll dhe futboll. Në volejboll vendi i parë takojnë nxënësve të klasës 9, gjithashtu edhe në futboll vendi i parë takon nxënësve të klasës 9. Shpërblimet do t'i marrin pas programit artistik. Një poezi në vazhdimi kushtohet veprimtarit Hysen Desani, poezi të cilën do na recitojë nxënësja Fatmire Hoxha.
ishte ajo ditë, si sot s'pashi, veçësisht e prilli, por ishte qershori. Me përtes, ecste kortezhi drejt varrit, dhimbje e madhej, zihi në krahror. Asnjëri s'ngutej, s'mu të pajtoheshim që s'do të shihemi më. Lotët rridhin faqeve të zbeta, s'ndihej asnjë zënë. E nxehtë ishte ajo ditë. Heshtjen prishte me të zhurma e vajit. Ishte vaj edhe më i nxehtë se dita. Kortezhi ecte ngadalë drejt varrit. Përtonim, por me gjitha të ecnim. Oh, pse ecnim? Pse nuk ndalëshim në vend për të zgjatur së paku takimin e fundit? E nxehtë ishte ajo ditë. Veprimtari Vac Hyseni me 16 qershori mbylli syt. Ecte kortezhi me lot në sy, dhembja barazohej me një mal. Të zjarta dhe plot krenarie, ishin fjalët e duaja miq. Ato s'ishin fjalë, ishin vetë jeta. Sot i na mungon, por fjalët e tua janë shndruar në jetë. Atë ditë, e nxehtë ishte koha, por më të vranët ishin njerëzit. E dinim se vdekja për dy miq ishte si një jetë e re, por brenga dhe shqetësimet i kishe gjithmonë pra të dhej. Gjithashtu, për ndër të kësaj date, drejtoria e shkollës ka ndarë shpërblime për nxënësit më të mirë në klasa dhe nxënësin më të mirë në shkollë. Për klasën e parë, Argjend Thaçi, klasa e dytë, Ylli Desani, klasa e tretë, Artiol Aliu, klasa e katërt, Saranda Bityqi, klasa e pestë, Vjosa Bityqi. Kurse nxënësit e klasës së 6, Altion Hoxha, klasës së 7, Leonida Desani, klasës 8, Vesel Kastrati dhe klasës së 9, Ermira Bityqi. Kurse nxënësi më i mirë në shkollë shpallet Elgita Bityqi, nxënëse e klasës së 8. Të gjithë nxënësit shpërblime do t'i marrin pas programit. Një poezi të bukur në vazhdim do na recitojë nxënësja e klasës së parë, poezi e cila i kushtohet familjes Jashari, lavdi familjes Jasharaj dhe gjithë familjeve të dëshmorëve. E ftojmë në skenë nxënësen Ardora Hoxha.
kokën e sharë. Shmalluni me shpirtin e ty në të shenjtë, e pastaj ndeq bekojeni, ndeq vajtojeni, si të doni. Por mos harroni, se ky dhe është ujtur me gjakun e tyne, ky dhe që emrin e ka Kosovë. Shikoni o njerëz e mirë, edhe nëse dikush ka vdek të kru, ata digjen me këngë në gojë, sepse kanë ditë se ky dhe nuk blehet. Ky dhe nuk shitet, ky dhe vetëm bekohet. A morët vesh? Afro, merrni erë, s'ka parfum Evrope. Ka erë gjerse, është gjersa juaj, ka erë gjaku, është gjaku i prindve tuaj. Theni këtë dhej, të betohemi, se vetëm të bashkuar, të mbrohet ky dhej. Me emër të fshatit e përshëndesëm zotri Feta Bekollin, imam i fshatit tonë. Të nderuar të pranishëm, për nder të kësaj date, rinia fshatit ka organizuar turnir tradicional në futboll, Kupa e Dëshmurit, për të cilin organizim ka ndihmuar edhe kuvendi komunal. Vendi i parë i takoi ekipit Palpaluca, vendi i dytë i takoi ekipit Arbona, vendi i tretë i takoi ekipit Adesa nga Zojzi. Në emër të rinisë së fshatit, falenderojmë të gjithë ekipet pjesëmarrëse në turnir. Amaneti i kullës së lashtë titullohet recitali që do ta recitojnë grupi i recituesve, të cilët i ftojmë në skenë. Amaneti i kullës së lashtë, ti më trojtona bashkë. Herët ishte ajo punë, shumë herët ishte. Kur në Drenicë, u rrethua një kullë lashtë.